Horoskopi për ditën e mërkur 15 prill 2026. Le të fillojmë me shenjën e parë, shenjën e Dashit. I dashur dashi, fuqia jote po rritet në heshtje si një vulkan që pret shpërthimi. Këtë ditë do të shohësh se je duke ndenjur pak më njanë dhe duke vëzhguar. Do mësosh sekrete që të tjerët i shkelin me këmbë. Je gati të mbyllësh punë të vjetra dhe të rregullosh shtëpinë, por bëj pak kujdes, mos u rrëmbej nga dëshira për të bërë gjithçka menjëherë. Hëna e re po vjen në shenjën tënde dhe do të jap një forcë hynore. Talentet e tua do të shkëlqejnë sa të gjithë do të mbeten gojë hapur. Ngjyra më me fat e kuqe. Koha më me fat 10 deri në 11. Demi, i dashur Demi, dembelizmi mbaroi. Sot i det do të zije në kokë, por mos prit që lumturinë ta sjellin të tjerët, ndërtoje vetë. Do gjesh rrugë të reja për të siguruar të ardhmen dhe planet që bën sot do të jenë si kulla prej guri nesër. Intuita jote është bërë shumë e mprehtë. Do kuptosh gjëra që më parë të tremnin. Një takim rastësor në rrugë ose një fjalë që do të dëgjosh mund të ndryshojë drejtimin e jetës për mirë, prandaj hapi syt. Ngjyra më me fat është jeshile, koha më me fat 2 deri në 3. Binjakët. Të dashur binjak, shpirti juaj po kërkon diçka të re, por mos u gënje nga dëshirat e momentit që të lënë duar bosh. Lumturia jote nuk është tek parat apo tekat, por brenda teje. Sot do gjesh ekuilibrin mes ëndrave dhe realitetit. Miq do të jenë në qendër të vëmendjes. Dikush do të kërkojë ndihmë ose do të hapë zemër. Nëse ke patur hatërmbetje, tani është koha të lashet i fshish. Tregohu i thjesht dhe do shohësh se nyjet do të zgjidhen vetë si me magji. Ngjyra me fat e verdh dielli, koha me fat 9 deri 10 paradite. Gaforja. E dashur Gafore, sot po ndjen një val energjie që të vlon në gjih. Por mos nxito se gjërat e mira piqen me ngadalë. Në punë po vjen koha jote, do mësosh si të bësh një udhëheqës pa bërtitur, por me mençuri. Njerëzit do fillojnë ta vënë re vlerën tënde të vërtetë dhe do të ndjekin nga pas. Nëse ke patur frikë për karrierën, ajo do të shuhet. Do kuptosh se dobësitë tua janë në fakt pikat tua më të forta. Ec përpara. Ngjyra me fat e bardha, koha me fat 12 deri 14. Kalojmë tek Luani. I dashur Luan, mos e jep veten sot. Lëri ide të piqen. Nëse i mban emocionet nën fre, do të shohësh se si çdo gjë rreth teje do të fillojë të stabilizohet. Një projekt i vjetër ose një bisedë me një mik të ngushtë do të ndriçojë rrugën. Shpirti yt po kërkon të dalë nga rutina e zakonshme dhe yjet të thonë se do të gjesh një mënyrë të re për të shprehur veten që do të lërë pa fjalë dhe ty. Ngjyra më me fat jeshile dhe blu, koha më me fat 12 deri në 15. Virgjëresha. E dashur Virgjëresh, mos u bëj merak për çdo imtësi që po të ha shpirtin. Sot do të vinë ca dëshira të forta, por mendoj mirë para se të veprosh. Lajmi i mirë është se problemet me njerëzit e zemrës do të shkojnë drejt zgjidhjesh. Do të shohësh bukuri dhe aty ku të tjerët shohin rrëmuj. Shërimi i shpirtit tënd vjen duke pranuar veten ashtu siç je, me të mirat dhe të metat tua. Ngjyra me fat është blu, koha me fat 16 deri në 18. Peshorja. E dashur Peshore, ti po kërkon të bësh mrekulli me ato që ke në dorë dhe do t'ja dalësh. Planet e tua po bëhen më të qarta dhe më të arritshme. Në dashuri dhe bashkëpunime rruga është e hapur. Mjafton të bëhesh pak i sinqertë dhe të mos fshihesh. Talentet e tua do të kërkohen nga të tjerët. Sot do mësosh diçka të madhe nga dikush që nuk e prisje. Kjo do të ndihmojë të rritesh dhe të shërosh plagët e vjetra të zemrës. Ngjyra më me fat e zezë dhe roz, koha më me fat 4 deri 5 pasdite. Akrepi. I dashur Akrep, dëshirat po të trazojnë sot si deti në stuhi, por mbaj timonin fort. Mos u hidh në zjarr pa parë se ku po shkel. Fuqia jote e vërtet do të duket ku të marrësh përgjegjësitë mbi supe. Do ndihesh sikur ke krah. Do lidhesh me njerëz që do të ndihmojnë shumë në të ardhmen. Shëndeti dhe mendja jote do të gjejnë një qetësi të re.
Nëse bën pa kujdes për veten, do ndihesh sikur po rilind nga e para. Ngjyra me fat është blu. Koha më me fat 20 deri në 22. Shigjetari. I dashur shigjetar, ke energji sa për të gjithë, po mos e harxho pa kuptim. Nëse premton shumë sot, do të ndihesh i lodhur. Mbaje veten pak dhe dëshosh që gjërat do ecin më mirë. Po mëson që gjërat e mëdha për veten tënde bëhen nga sinqeriteti dhe ky të hap dhe dyert e mbyllura. Në dashuri dhe në argëtim tregohu i hapur, mos ke frikë të jesh pak i ndjeshëm. Kjo mund të jap mundësi që do të gëzoj pa mas. Ngjyra me fat është vjollc. Koha më me fat 8 deri në 10 paradite. Bricjapi. I dashur bricjap. Mos u zë me njerëzit për gjëra të kota se nuk ja vlen. Sot dita jote do të jetë e gjallë dhe plot krijimtari. Do kesh mundësi të forcosh lidhjet me njerëzit e tu të dashur. Fjala jote do të zërë vend dhe do dëgjohet me respekt nga të tjerët. Për sa i përket familjes dhe shtëpisë, do të japi një kënaqësi që ti kishe kohë dhe e kishe harruar. Përballu pak me frikërat e tua dhe dëshosh se ato do të zhduken si mirgulla para diellit. Jeta po të buzëqesh. Ngjyra më me fat është ngjyra kafe. Koha më me fat 18 deri 20. Ujori. I dashur ujor, lër ide të rrjedhin si lumi, mos i shty me forcë. Sot durimi duhet të jetë arma jote më e fortë. Mund të lind një dëshirë për të punuar dhe për të bërë emër, dhe kjo do të çojë drejt suksesit. Idetë tua janë unike dhe njerëzit do maniten nga mënyra se si mendon. Një bisedë e thjeshtë mund të lindë një plan të madh për të ardhmen tënde. Po shkon në drejtimin e duhur, mjafton të besosh tek vetja dhe talenti yt. Ngjyra me fat është gurkali. Koha me fat është 7 deri në 8 në mëngjes. Dhe shenja e fundit peshqit. Të dashur pesh, mos u ngarkoni me shumë punë sepse e ke nevojë për pak qetësi për shpirtin tënd. Shikoje botën me sytë e realitetit dhe mos prit ndonjë mrekulli pa punuar. Do fillosh të kuptosh se si të fitosh më shumë para ose se si të përdorësh më mirë ato që të ka falur Zoti. Nëse ke patur frikë për të ardhmen financiare, sot do të kesh një rrugë të re që mund të jap siguri. Hape zemrën dhe pranon ndryshimin. Gjërat e mira do të vinë. Ngjyra më me fat është ngjyra silver, argjend. Koha më me fat është 3 deri 5 pasdite. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar.